përshëndetje zoti Bujar. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Nuk di me çfarë shtati që ka ardhur këtu, në Çemenik. Unë në Çemenik kam ardhur si nipi këtyre trevave. Jo thjesht si kryetari i Partisë Demokratike të Librazhdit, sepse këto treva meritojnë të respekt që ju bëni. Qoftë nipërve tuajve, qoftë mbesave, qoftë ardhurave nga zona të ndryshme, por edhe banorëve që janë larguar nga këtu dhe janë rikthyer sot për të shijuar këto bukuri prallore të vendi, dhe e dyta këtë festë që po kthehet në një hit të përvitshëm. Shoh që atje do thosha që ju të jeni dhe një shembull për disa krajina të tjera. Po shoh kryetarin e bashkisë, kryetarin e Partisë Demokratike që vallëzojnë me gjithë popullin sa mirë, sa bukur. Që mos jeni shembull për të gjithë dhe kjo, që ju po shprehni në të gjithë shqiptarin e të gjithë. Në fakt ne nuk jemi në armiqësi me njëri tjetrin, por kemi platforma të ndryshme ideologjike, por si të mirë menaxhojmë buxhetin e shtetit për të ardhur sa më ndihmë dhe të jemi të fuqishëm për këto treva që ata që vinë, mos vinë me këtë rrugë të rënduar, por të kenë rrugë, të kenë vlerat e tyre dhe të shijojnë këto, siç e thash dhe më lart, këto bukuri prallore që ka kjo trevë. Sot nuk kemi ne të drejtë morale të kërkojmë llogari kryetarit të bashkisë, kryetarit. Çfarë do të kërkojë ti konkretisht kryetarit të bashkisë Librazhdit zotë Maritin Mishar për këtë zonë? Unë nuk kam ardhur për të kërkuar llogari askujt, kam ardhur për të shijuar këtë festë të bukur që marrin pjesë mjaft bashkëkarinarët të tanë, por unë do t'i kërkoja kryetarit të bashkisë, edhe pse ka 3 muaj, të ketë një vizion të qartë, jo vetëm për këto treva, por për një plan shpëtimor tërësor të gjithë këtyre krajinave, duke filluar nga rrethi i policës në qendër të Librazhdit dhe në skajet më të larta, se vetëm kështu ne do bëjmë që t'i kthejmë vlerat dhe traditat e të parëve tanë, t'i majmë të gjalla ato pres pas presi, sepse duke pasur rrugë, duke pasur një infrastrukturë të mirëfillt për shkollat, për qendra shëndetësore, për rrugët rurale, për energjinë dhe për gjithçka, ne do bëjmë që të gjithë ata që kanë akumuluar para të vinë të investojnë këtu dhe këto të jenë të pavdekshme. Ku ndjeve keqti kur vajte në malin e Letit, në festën aq të madhe, aq të bukur? Ndihem mirë nga ato që shkel, por problemi më i madh është domethënë ke infrastruktura rrugore në çdo vend. Dhe këtë duhet ta bëj bashkia bashkë me pushtetin qendror. Dhe këtë unë i kërkoj kryetarit bashkisë nga këto treva të mrekullueshme që të impenjohet dhe brenda 4 vjeçarit të tij të mandatit të rrugë ta bëj me asfalt. Po jo vetëm këtë, malin e Letit dhe çdo trevë tjetër që duhet shijuar këtu. Malin e Letit ta bëra se unë jam djali i Letit, dhe ndi detyrim moral të them diçka për të mal, që është vërtet një bukuri natyrore e rrallë, por që të shkosh në malin e Letit pa mundë absolutisht të gjithë të trevat e Librazhdit thuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. Unë po i qëndroj dhe po i mshoj fort, sepse po të shikosh si është harmonizuar të gjithë biodiversiteti që ka ekosisteme, që është fauna dhe flora, që ka bimë medicinale, që ka kafshë tegra, që ka kafshë të tuta, por këto pra duhet kërshëtuar turizmi malor me agroturizmin, sepse duke i kërshëtuar këto janë në zona atraktive të vizitueshme nga të gjithë nëse do kenë mundësi për të vizituar me më pak kosto, sepse siç dhe erdhëm sot, mjaft makina kanë ngel rrugët dhe njerëzit kanë ardhur në këmbë. Kjo tregon që sa nevojshme janë këto infrastruktura. Unë përshëndes zoti Bujar dhe më vjen mirë që ti ndjek hap pas hapi të gjithë talentet e Librazhdit, të gjithë artistët, që do të që kanë, dhe më erdhi mirë që prezantimi i jot në mua me organizmin e jot që në panarinë e ditën në Tiranë, me të qarra për të vatë për të marrë një printim, dhe për të ndjem shumë mirë pa dhe ndërë në shtres. Unë që përkrash gjithmonë artistët, shqiptarët, të gjithë.
falenderoj për këtë intervistë shkurtër, por do doja të bëja një thirrje nga kjo pikë e mrekullueshme që të gjithë intelektualët kudo që janë, të gjithë krijuesit kudo që janë, të gjithë aksetet e fushta ndryshme kudo që janë, të mblidhemi dhe të vendosim për trevat tona, që t'i bëjmë ato jo vetëm të atraktueshme për banorët vendas, por edhe ata që janë nga rrethet tjera, por edhe nga përtej kufiri. Personalitetet e librazhit mos i vendosin personi vetëm, po të jenë të unifikuar në një komision mësues ose të jetë një elitë, pra mos themi 150 personalitetet e librazhit të nga një njeri. Absolutisht, duke qenë të gjithë të bashkuar me profesionet të ndryshme, aktor dhe faktor të fushave të ndryshme, ne do arrim të bëjmë ato që kanë ndërruar parë tanë dhe t'i bëjmë të gjithë zonat e librazhit të vizitueshme, të takueshme dhe të jenë një prioritet jo i vetëm mendjeve tona, por të shtrojmë rrugën për të ardhmen e fëmijëve tanë. Unë personalisht krenohem me figurat e Brizeshtë. Brizeshta ka njerëz, ka figura dhe unë e lexoj Saharane e poetit madh librazhat. Saharaja që e persekutoi në mes të librazhit. Në fakt po t'i futemi kësaj historiku të personaliteteve dhe ato janë të shumë. Jo vetëm treva e Brizeshtës, por dhe trevat e Çermenikës kanë nxjerrë njerëz të mrekullueshëm. Por për këtë është shkruar pak. Prandaj ne duhet të kërkojmë të bashkohen historianët, të majtë dhe djathtë dhe të shkruajnë një histori autentike, se vetëm kjo do të bëjë të mundur që të nxjerrim në pa figura të rëndësishme. Zoti Bujar më duhet iki, më duhet largohem. Ju falenderoj nga zemra.